Presidenti francez Emmanuel Macron akuzon homologun amerikan Donald Trump për minimin e NATO-s, duke krijuar dyshime të përditshme në lidhje me angazhimin e tij ndaj Aleancës Atlantike. Është një përgjegjësi që autoritetet amerikane po e marrin përsipër sot, duke thënë çdo mëngjes do ta bëjmë këtë, nuk do ta bëjmë atë apo diçka tjetër. Deklaroi Macron: "Ka shumë fjalë dhe janë kudo. Ne gjithë kemi nevojë për stabilitet, qetësi, një kthim në paqe. Kjo nuk është një shfaqje", shtoi Macron, lidhur me NATO-n dhe konfliktin në lindjen e mesme. Ai tha se Trump duhet të jetë serioz dhe të mos thotë të kundërtën e asaj që tham një ditë më parë çdo ditë. Emmanuel Macron theksoi gjithashtu se një operacion ushtarak për të çliruar ngushticën e Hormuzit do të ishte jo realist. Nuk ka qenë kurrë opsioni që kemi marrë në konsiderat për sëritje ai, duke shtuar se një operacion i tillë do të zgjaste në një kohë të pacaktuar dhe do të përfshinte një mori rreziqesh. Trump tha më herët se po e shqyrton me forcë tërheqjen e SBA-ve nga NATO, ndërsa e krahasoi përsëri aleancën me një tigër prej letre. NATO është për te i njohjes, nuk u ndikova kurrë nga NATO. Gjithmonë e dija që ata ishin një tigër prej letre dhe Putin e di këtë, edhe unë me qira fjala, tha ai. Presidenti amerikan është shprehur kundër aleatëve ditët e fundit pasi theksoi se ata nuk e ndihmuan në lidhje me ngushticën e Hormuzit. Ai shtoi se SBA-t kanë qenë aty për vendet që kishin nevojë për mbështetjen e tyre për fshir Ukrainën, edhe pse nuk ishte problemi i tyre. Ndërkohë Macron reagoi me zemërim ndaj Trumpit edhe pas talljes së këtij të fundit për faktin që ai u godit nga bashkëshortja. Macron thotë se komentet e Trumpit për martesën e tij janë as pak elegante dhe jo sipas standardit. Ky reagim vjen pasi presidenti amerikan përmendi videon virale nga maji i kaluar që dukej kur tregonte zonjën e parë franceze, teksa kjo e fundit shtynte Macronin, ndërsa përgatiteshin të zbrisnin nga një avion në Vietnam. Pastaj unë telefonoi Francën. Macron, i cili trajtohet shumë keq nga gruaja e tij, ende po rikuperohet nga goditja në nofullën e djathtë, tha me shaka presidenti amerikan.